Sa po mbaroi ndeshja Angli-Shqipëri, rezultat 2-0, një farë mënyrë edhe e prisnim, sepse normalisht Anglia, e thamë dhe njerë, ka në përbërjen e vetë lojtarët më të mirë në botë. Megjithatë, nuk është se edhe Anglia bëri një futboll të bukur, Shqipëria u mbrojt, priteshe që të mbroheshe, por që i kemi kualitetet dhe për të sulmuar. Megjithatë, kjo pyetje shumë interesante, ç'a ndodhi me Brutin, thotë, që e bë trend. Në fakt, ke drejt që e bën këtë pyetje, më vëlla. Ke shumë të drejtë, sepse u bë gjithë ajo luftë, gjithë ajo si thush zallamahi mediatike, e quajtën dhe tradhtar djalin, dhe vjen kjo ditë këtu dhe nuk e shohim paktën as në stol. Përkundrazi, Silvinjo e le jashtë federimeve duke e dërguar në tribunë. Unë mendoj se është bërë gabim për shkak sepse u bë gjithë ajo lëvizje, pra erdhi nga përfaqësuesja e Kosovës në përfaqësuesja e Shqipërisë për të luajtur për ngjyrat e kombit. Nuk është e thënë që mund të kishte luajtur, por nuk mund të lihesh jashtë. Për mendimin tim nuk mund të lihesh në tribunë. Për vetë faktin e mesazhit që u përcoll gjatë gjithë këtyre ditëve për Etnik Brutin. Tani unë shpresoj ta shikojmë herë të tjera në fushë, shpresoj ta shikojmë paktën të grumbulluar me ekipin, të federuar me ekipin, shpresoj që Silvinjo ta rimendojë këtë gjë, sepse jo më kot ai djalë erdhi për të përfaqësuar ngjyrat kuqëzi. Tani këto janë zgjedhjet e trajnerit, edhe mua më bëni shumë çudi. Nuk e prisja, por këta janë zgjedhjet e trajnerit, s'kem çfarë bëj.